Këshilli për operacione zgjedhore ka shqyrtuar kërkesën e sekretariatit për shqyrtimin e specifikave teknike për shtypjen e fletvotime broshura të kandidatëve dhe lista votuese për zgjedhjet lokale. Lidhur me këtë dokument, ne kemi dhënë komentet tona edhe janë bërë edhe përditësimet e fundit lidhur me numrin e përgjithshëm, pra të përllogaritur se sa do të shtypen edhe për raundin e parë dhe për raundin e dytë, të fletvotimeve, lista votuese dhe të broshurave. Bëhet fjalë për fletvotimet për Kuvendin e Kosovës, për Kuvend të Komunës, do të shtypen sasia për afërt, pra është 1.800.000, broshura e kandidatëve për Kuvend të Kosovës 16.980, fletvotimi për kryetar të komunës 1.800.000 fletvotime dhe fletvotimi për kryetar të komunës për raundin e dytë 1.250.000 të përllogaritur dhe lista votuese 4.420 për raundin e dytë. Këtu janë vetëm pra shifra të përafërta të asaj se sa kemi drejt të shtypin që të kontraktojmë një operator, pra është më e vogël se sa numri i votuesve që do të jenë në kuadër të listës votuese dhe po ashtu ka dhe ndryshime të tjera lidhur me çështjen e dizajnit, të cilat i kemi diskutuar dhe kemi trajtuar gjatë të zgjedhjeve të kaluara parlamentare, pra do të jetë më e qartë për votuesit që të njohin sakt hapësirat se ku duhet të votojnë për subjektin politik dhe ku duhet të votojnë për kandidatët. Lidhur me elemente tjera të sigurisë, janë të njëjta ato që kanë qenë gjithmonë në specifikat e KQZ-s, kur është kontraktuar shtypja e fletvotimit, pra janë masat më të larta të sigurisë për secilin fletvotim dhe pothuajse është e pamundur që ato të kopjohen apo të bëhet diçka e ngjashme në mënyrë që të mashtrojnë gjatë procesit zgjedhor. Pra ato do të dihen qartësisht, do dallohen siç është garantuar gjithmonë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rekomandojmë si KQZ që këto specifika të miratohen. Si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore. Faleminderit, Renet. Zoti Kurteshi. Faleminderit edhe për raportimin. Unë kam lexuar tekstin që keni dërguar dhe kam vetëm një pyetje për sqarim te numri i fletvotimeve që duhet të shtypen. Tash do thotë për afërt janë 1.800.000 copë për kryetarët komunave dhe për Kuvend komunave po ashtu 1.800.000 copë, kurse për raundin e dytë janë 1.250.000. Unë veç dashna me pyet, domethënë pyes pe ka keni marrë numrin e për afërt, po me qenë se na e dim se jo më shumë se 50% të votuesve dalin në votim, spaku deri tash nuk kemi pas ndonjë rast këtu në Kosovë, se për jashtë se disa bëhen. Kishte me qenë rrugës që të merret numri maksimal i votuesve në, po them, në dy votimet e fundit, dy palë votimet e fundit lokale, edhe t'i shtohet 10 ose 20% më shumë fletvotime se sa pjesëmarrja që ka qenë në dy votimet e fundit, 2021 edhe kur ka qenë 2017-ën. Një përllogaritje, domethënë maksimum 20%, që mendoj kishte me rrit dikon rreth 1 milion fletvotime. Ose ndoshta ju keni marrë parasysh ndonjë faktor që na nuk i kemi parasysh ose unë nuk i kam parasysh që mundet me ndiku me u rrit numri i votuesve për 100%, se këtu domethënë parafërsisht del 1.800.000, dikon rreth 900.000 marrin pjesë në votime, që unë se kam parasysh, po vetëm po pyes a është e mundur a rrezikojmë, çka rrezikojmë na me bë këtë apo. Faleminderit. Faleminderit, po përgjigjem lidhur me pyetjen. Ky ka qenë edhe shqetësimi ynë edhe si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore dhe kemi diskutuar jo vetëm në këtë mbledhje në shqyrtim të këtyre specifika, por edhe në të kaluarën, lidhur me numrin e materialeve që shtypen, pra që të reduktohet. Edhe është reduktuar edhe në zgjedhjet parlamentare. Mirë, në zgjedhjet parlamentare është më e menaxhueshme për shkak që fletvotimi është i një llojit, pra është i njëjtë çdo kund
në Kosovë është një fletë votim, ndërsa në këto raste, tash në zgjedhjet lokale ne kemi 38 zona zgjedhore. Dhe duhet kemi parasysh që fletë votimet pastaj reduktohen edhe në ato rezerva që qëndrojnë në KKZ e pastaj në vend votime për çdo rast kur ka të dëmtuara dhe të tjera, është e pamundur që të reduktohet në numra të ngjashëm si ajo e Kuvendit të Kosovës, sepse në rastin e Kuvendit të Kosovës e ki lehtë i merr prej një komune, i sjell këtu edhe menaxhon brenda ditës çështjen e mungesës së fletë votimeve. Në rastin konkret është ma sfiduese. Tash, kjo është një paramas e përllogaritur e kontraktimit. Nuk do të thotë që ne do të shtypim 1.800.000. Pra kjo është vetëm sa për të kontraktu dhe më pastaj bën analizat, varet edhe për numrit të regjistruarve të votimit jashtë Kosovës, edhe të votimit me asistencë të tjera, që edhe statistikave që duhet i kemi edhe zgjedhjeve 2021-ës edhe të 2017-ës për proceset, për zgjedhjet lokale që me ul këtë numër të shtypjes së fletë votimit. Edhe kjo është mirë kuptuar edhe pe anës sekretariatit edhe kanë marrë veprime më njëherë, sepse edhe gjatë ditës djeshme ky numër ka qenë më i lartë edhe është zvoglu pra ka qenë për 40.000 më i lartë dhe është zvoglu për 40.000 fletë votime në tërësi për të cilën prej këtyre kategorive. Për paramas po flasim, jo për shtypje se ato e vendosim kur të shqyrtojmë dizajnin e fletë votimit. Faleminderit, dikush diçka tjetër? Nëse jo, e hedh në votim, kush është për miratimin e specifikave të fletë votimeve, atëherë me 11 vota për miratohet.